Jem shumë keq, kështu që ta marr një pauzë. Okej. Faleminderit. Okej. Dhe sa bolla vjen, unë spenole emisionin se thonë çka ky pinol. Pi lexoj pak libra që i përkthen Aslan Huduti, përktheu nga bosnjakishtja me linguna e urtë, tregimi për kafshët në Kur'an. Mbretëresha e madhe po thotë cila ishte udhëheqëse e të gjitha me linguna rrente e qetë në mes të Paris. Çka është? Ai bolla jete, kush? Jam lodh Sadri. Çka e lodh më? Jam lodh prej paragjykimit. Regjia, nëse mundesh më afër, a jeti? Nuk e di a jam, po kjo çka jam. Çka po regjia nëse mundesh më afër, lutem. I bolla jeti? Po unë jam. E çyshe e ke mbulesën ditë tash ta vole për mbulesa për çdo më bën. Për paragjykimeve kanë menduar se Iqbalja tash ta tregojnë njerëzit, a është Iqbalja me ndryshe? A është Iqbalja tjetër, a ka tjetër zemër, a ka tjetër mendime, tjetër karakter? Domethënë ai ke mbulesën. Domethënë ai ke mbulesën te porzitojmë po në pora. Se më kanë paragjykuar shumë për shkak pamjes time. Wow, po ti thon pak më herët. Çajo shami më ka pru shumë peripeci në jetë. Edhe kom vendos. Ke vendos me hek sonte publikisht? Kom vendos sonte, kom me hek e pastaj. A e normal? Nuk besoj. Jo, është e vërtet. Po ta këshyre. Se jam lodh. Me të vërtet, jam lodh, po vazhdojnë se jam të provu që shpo më rinë kështu flokët, edhe ta këshyre. Po, a mundesh më na recitu sonte me që jemi perik? Po, ndoshta ma ndryshe ma kuptojnë. Çka po na recita? Kisha marrë me recitu. Faleminderit shumë që po bën ekskluzive, domethënë shikues të nderuar është diçka ekskluzive Iqballi Huduti e ka hek live mbulesën edhe pse deri tash ta jem konë pora në shtetin shqiptar që e kam nu mbulesën në Kosovë pak. Çka po na reciton sonte? Sabri, unë do ta recitoj, prap jam Iqballi Berisha Huduti. Apo e ti, ja? Po, jam Iqballja. E kam njëjtin karakter, njëjtin zemër, njëjtat mendime. Po. Dhe pasi e dua shumë Naim Frashërin, unë do të recitoj një poezi për Naim Frash. Nga Naim Frashëri. Bravo, faleminderit shumë regjia për bagëti e bujqësi që po thuaj se çdo kush shqiptar që është pak e din këtë poezi. O malet e Shqipërisë, o julisa të gjatë, fushat e gjëra me lule, ju kam ndërmend ditë e natë. Ju bregore bukuroshe, e ju lumenje të kulluar, quka, kodra, brinja, gërgje dhe pyje të gjelbëruara. Do të këndoj bagëtin që mbani ju e ushqeni, e vendëthit e bekuar ju mendjen ma dëfreni. Ti Shqipëri më jep nder, më jep emrin shqiptar. Zemrën ti më gatove, plot me dëshirë dhe me zjarë. Ti Shqipëri më jep nder, më jep emrin shqiptar, zemrën ti më gatove me dëshirë dhe me zjarë. Shqipëri o mëma ime, ndo se jam i mërguar, dashurin tënde kur zemra se ka harruar. Bravo, Dartërgjidje, bravo. Faleminderit shumë zënia Iqballi. E di që kena me morë kritika tim, fakt se jo në ju. Po provoj që shtu, ndoshta pa Faleminderit regjia për muzikën, po. Kom me izbut paragjykimet e ta kuptojnë se Iqballja nuk është iraniane, nuk është arabe, o shqiptare, nuk është turke, jam shqiptare, mbi të gjitha jam atdhetare, kom lind në Prizren, jam rrit në Prizren. Fshati i babgjyshit tim është në mes të Tropojes edhe Pukës, quhet fshati Berisha. Inshallah kur të ma hekin nën gratën. Apo ma besën kështë publikisht kur ta hekin nën gratën që kime shku që shtu me qëtë fluk? Besën veç Zotit mundim ja dhanë.
E Po, besën njëherë ja kum dhënë Zotit, po sot e bona një lloj aktrimi se gjithmonë aktrimi më ka pëlqy. Po. Më ka pëlqy Ja, po, publikisht i bon se heki flu. Po, jo, që tash komplet mundi me hek. Çka? Ne pas kem mbulesë më ish, po. Se s'po ndihem mirë. Ju, a? Ja, s'po ndihem mirë. Okej. S'po ndihem mirë, respekt për gjitha motrat. Po. Sepse ajo më është bë më mbulesa. Jo, respekt për të gjitha motrat, mos mendoni se veshja, floku, që të kimet e flokës të bëjnë ma të devotshme, ma të moralshme, ose ma të mirë, po krejt kjo shkon si mbas bindjes, prandaj bindja ime është fetare islame. Iqbal, unë e di që ti edhe këngëtare, a na ksheknu diçka për fund, se jemi në minutat fundit të në falenderoj shumë. Këngëtare nuk jam, po veç këndoj me vlude, ilahie këndoj. Po që qëta që kënojnë ilahi? Po, ilahi listi thënë, mi po i thënë këngëtar, po, nuk është fjale fyrse. Ata le janë feja, se është haram? Nuk e kam zhvillu, do me thonë, këtë profesion nuk e kam zhvillu. është haram me kënu? Jo, nuk e thënë të gjithë haram, të gjithë fetfate, se ka në për... I bën të imja, thëtë, dhe me thonë, për tregimet ku ta në tonë këtona, e ka posë fjale për muzikën? Jo, gjithmonë islami mund ta modifikosh duke mos dalë prej normave islame. Po është ndalu me muzika me Koran? Kështu që imami jonë thot mundet me këndu, po këndon në grup. A është ndalu me muzika me Koran? Jo, me Koran nuk është ndaluar, mi po i ka normat e veta. Unë e kam në kanalin tim në TikTok. E cila surë në Koran, për shembull, nëse s'bën? Ajo thot për artin e shthurur, për ata që thurin fjalës, për shembull poezi të ndryshme të cilat janë dëfëryse. Që? Si pivin në soshë. Së është problem. Edhe kështu që... Qo me në kënë për fund? Unë falenderoj shumë që ke gjithë kuën në mësinë, edhe pse jenë kalohës tonën kështu, edhe me diatek, edhe ki vështesim familje. Unë kam njësë disa projekte, librat jam ka përfundimi, atë librin kur kam hynë në burg, edhe këtë librin tjetër, kur jam shpallë non grata. Më shkryë më libra. Edhe për mu... Po si shkryë një liria ko emër, se ta është po, duhet, edhe për mu janë fjalët fishek, e vargjet janë raketa, mirë po nuk asi. E po e të thojnë, shka të thojnë, unë jam shkrimtare, sa mundet më konë shkronja fishek, ata e ta masin vetë. Orna e shkrimtare, ndërka që këtë ilahie që e kam inqizu, kur kam qenë para 25 vjeqare, do më thonë 2002-ën mas luftës, ja kam kushtu dëshmorve të Kosovës, shehidave, për ndryshe unë e shkruj tekste për ilahie, veti kompozoj, veti këndoj, edhe me vlutet gjithashtu, si të doni. Po, që, për ta bi mikrofon. Regjia po nuk goti se, po këna një këvollja. Se po thujnë që s'de, po ja de. Që? Zia do të, po. Veç me atë shamin ku që zi, kisha dalë ma bukur. Test, po. Me shamin tjetër, ata bi? Po, u dash me qitë, po s'ka dertë, edhe kjo s'po më rrinë keq.